Ok, adesso ho capito, chiedo scusa che prima non avevo Më falni nëse nuk e kuptova më herët. Unë thash diçka tjetër. Io ho detto c'è una Unë thash që ka një karakteristik që i jepet organizatave kriminale shqiptare që të kujton një karakteristik të terrorizmit të kuq në Itali. Nuk thash për akte terroriste. Thash që ka një karakteristik që dallohet nga hetuesit italian kur e studiojnë kriminalitetin shqiptar, që është pikërisht shpërndarja. Pra, në mënyrë që strukturohen nëpërmjet celulave. Nuk e di nëse isha I qartë për ju. Është një analogji, por nuk do të thotë që janë terroriste. Nuk e thash asnjëherë këtë. Është një krahasim me terrorizmin e kuq për sa I përket karakteristikave si organizato, jo për atë që kryen. Nuk e di nëse isha I qartë. Chiaro. L'altra domanda. Për sa I përket pyetjes së dytë. L'altra domanda, I miei libri precedenti sono Librat e mi të mëparshëm kanë lidhje me Camorrën. I miei documentari precedenti sono sulla Dokumentaret e mi janë mbi të kriminalitetin foggian, mbi kriminalitetin e Napolit dhe Romës. Unë kam analizuar në jetën time shumë organizata mafioze italiane. Kam bërë dokumentar mbi Matteo Messina Denaro. Kam folur mbi rolin e Ndrangheta's mbi portet, edhe ato në Gioia edhe në portet e tjera italiane. Është sigur që unë jam përqendruar në këtë libër mbi organizatat kriminale shqiptare në raportin që edhe ato kanë me kriminalitetin italian. Sipas Graterit, ka raporte midis Ndrangheta's që kontrollon dhe ka një rol në pjesën më të madhe të porteve të hyrëse të kokainës në Europë, por edhe në portet italiane. Është e qartë kjo. Dhe shpesh kanë kontribuar dhe kanë aleancë me celula të kriminalitetit shqiptar. Sigurisht, nëse më bën pyetje mbi Gioia Taurën, po edhe pyetje të portet të tjera, është sigur që ne në Itali për narkotrafikun, por edhe në Europë, organizatat kriminale më të fuqishme sot është Ndrangheta. Por përsa I përket dëshmive që janë marrë nga hetuesia, roli që ka marrë kriminaliteti shqiptar është një rol që po bjen dhe është gjithmonë më hegemon. Nelo, të falenderoj për gjithë mesazhet që përcollen në Off the Record dhe ju uroj punë të mbar. Ju përshëndes nga Tirana. Grazie mille e auguro buon lavoro. Faleminderit shumë dhe ju uroj punë të mbar ju dhe ju uroj shëndet të gjithë teleshikuesve. Ju përshëndesim. Jo, ndoqëm me vëmendje gazetarin, si gazetari, si policia, si organet të antikrimit, janë të lidhuna në simbioz me krimin, sepse vetë krimi si fenomen është pjesë e shoqërisë, zhvillohet shoqëria, zhvillohet krimi. Problemi kryesor ne do ta ngrim në një plan tjetër që a kemi ne institucione aq të fuqishme që kur duam ti luftojmë, a mund t'i luftojmë. Kjo është pyetja kryesore për mendimin tim. A I kemi ato? Po të ishin edhe një spak që kemi është mbi ngarku, kështu që e shpëtoi e Kroçapi bashkë me ato tjerët, të paktën në statistika është mirë, por unë do të bëja vetëm një pyetje. Më thuaj një organizatë që e ka godit, e ka filluar Dumani tha kemi goditur 10 organizata kriminale nga 16 që kemi identifikuar. Një minutë, edhe një herë ta mbaroj fjalinë. Më thuaj një organizatë që është nisur nga vetë institucionet e BKH-s, nga prokurorët e SPAK-ut dhe tjetë përfunduar dhe tjetë quar për para gjykatës. Tashti, kur krimi është transnacional, ndërnacional, gjitha të më thënë, pa tjetër që duhet të ketë edhe bashkëpunim me organet e tjera dhe do të marri dhe informacione, të shkëmbej informacione. Por, produkt, po them, ma deri në SPAK, ma thoni vetëm një rast që e ka kap edhe nga fillimi deri në fund edhe e ka mbaruar. Se unë e shoh në aspektin e një oficeri policie. Jo, nuk është se s'ka, ka organizata kriminale të cilat kanë qenë
kryesisht në trafikun e drogës, të cilat janë goditur në sajt të bashkëpunimit me vendet e Amerikës Latine. Jo bashkëpunim, unë them të ketë filluar. Po pra, se vete e fute paradoksin, se s'dua të them shprehjen nga konfidencialiteti, je i poshtër për ta përdredhur fjalën, e the bukur. Në krimin transnacional nuk vepron dot vetëm SPAK-u. Në krimin transnacional do veproj SPAK-u me Brazilin, SPAK-u me Ekuadorin. Kush janë transnacionalet? Domethënë e kanë qendrën këtu dhe janë të lidhur me tjerët. Në rezultatet e dosjes zbërthimi i aplikacionit ska pas zbërthimi i aplikacionit ska nuk është zbardhje dosje. Flasim për trafikun e lëndëve narkotike dhe shkojmë ke organizatat kriminale, mi që jemi aty. Ne nuk do të bëjmë patriot se sa duhet, se italiani, gazetari italian që foli nuk është se po na shante neve si shqiptar. Tash neve dhe kur s'kemi një italian në studio, ne kemi thënë që kemi organizata të rrezikshme kriminale që portin e Anversës, që në kohën e prokurorisë për krime të rënda dhe kolegu e di ka pas hetime, kemi pas një bashkëpunim të shkëlqyer me Belgjikën, sepse portin e Anversës, mafia po e quajmë, grupet kriminale shqiptare, se neve që vim nga Shqipëria s'na lejo ta përdorim fjalën mafia në kuptimin institucional, por organizata kriminale shqiptare e kishin nën kontroll dhe në periudhën që ne flisnim kishin marrë në mbrojtje kontrollin e nxjerrjes së lëndës narkotike nga porti, sepse duke qenë transnacional, ju dini më mirë se unë, të huajt sot flasin gjuhë të huaja më shumë se ambasadorët e Shqipërisë në përvendet e botës, kriminalët shqiptarë flasin gjuhë të huaja më shumë se ambasadorët që ka Shqipëria në përvendet e botës, për një arsye të vetme, sepse ata bashkëpunojnë me mafian italiane, me mafian e Belgjikës, me policinë e Belgjikës po duash ti, me organet ligjzbatuese belge, me organet ligjzbatuese ekuadoriane, me organet ligjzbatuese braziliane, për të krijuar nëpërmjet korrupsionit linjën e trafikut. Dhe ne nuk kemi pse çuditemi që Shqipëria është një tabelqitje e tër organeve ligjzbatuese, që ti e di shumë mirë se ke punuar, ne me Italinë kemi pasur këtë bashkëpunim shumë të ngushtë, sepse kemi pasur një problem të tillë. Një minutë. Studenti, po nuk që më i mirë se profesori, nuk e të kam gjuar në 98 Tashti, shqiptarët nga mësuan. Nga një drejtues i lartë. Jo, të të shpjegoj një drejtues. Nga mësuan në krimin organizuar. Do të tregoj diçka, një drejtues i lartë i shtetit shqiptar në 98-ën, kur po debatonte me ministrin e brendshëm italian, i tha: "Ne jemi në zënës të mirë. Se kemi mësues të mirë, por mos harro, nga 98 sot ku jemi, ne ja kemi kaluar dhe profesorëve. Për këtë arsye, jo po ja kemi kaluar sepse do të shpjegoj, ne kemi me dosje të provuar ato çka gazetari tha, unë e kuptova çfarë ai tha. Sa ai siç duket ka burime prokurorinë antimafia me të cilën ne bashkëpunonim ngushtë. Po, organizatat kriminale shqiptare as janë të lidhura tradicionale, më fal, ti të shpjegoj elementet, jo prit ti numëroj. Jo të numëroj elementet, as janë tradicionalisht të lidhur me familje dhe me farefisni? Po, kjo është e vërtet. A nuk janë organizata të cilat nuk të falin qindarkën dhe të krijojnë masakër për të realizuar qëllimin e tyre në asë ju vidhe dhe 1 kg drogë? Edhe kjo, po të flas për elementet. Këto janë element të cilat ata i kanë konstatuar. Dhe mbi të gjitha, ne dim shumë mirë që bashkëpunimi me Italinë na çoi në bashkëpunim me Belgjikën. Nga Belgjika ne e pam kur unë bëj transportuesin tha organizata kriminale shqiptare. Se mos bëj dhe furnizor. Se mos bëj dhe furnitore. Patjetër po. Shkoj deri në Ekuador bëj dhe furnitore. Në formën kepër ne e njohim krimin tonë. Ne duhet ta shohim në sy. Ne duhet ta shohim në sy. Lutem, nuk jemi në mezor. Në mezor bëjmë gol kombëtare, edhe i çohemi pesh gjithë. Mundem. Sepse vetëm një shprehje. Pse është shprehja në Itali? Fuggi da Foggia. No dalla Foggia, ma dai Fuggiani. Po mirë, po mos shko ke Diana, mos shko ke se nuk e di. Janë profesorët e krimit. I ka ikë për kthyesi. Ik zhduku nga Foggia, jo se Foggia është shumë e bukur. I ka ikë për kthyesit ai. Por ik nga Fuggianët, pra problemi është këtu. Neve na bëjnë tabelqitje gjithmonë. Na japin disa atribute që nuk i kemi.